أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të nderuar të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që i marrim nga libri Riyadus Salihin të Imam Neveviut rahimahullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani, fesnik dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në ligjëratat e kaluara i përmendëm disa hadithe në nën kapitullin maturia në fe, apo në maturia në adhurimet ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe të gjitha ato hadithe para tyre dhe ajetet e kapitullit na japin disa porosi gjenerale të cilat janë pjesë metodologjike e kuptimit të fesë, dhe që kemi nevojë edhe njëherë të rumbullaksojmë ato mësime dhe porosi që vijnë nga hadithet të cilat i ka përzgjedhur Imam Neveviu rahimahullahu taala dhe i ka sjellur në këtë kapitull. Andaj sot faktisht do të bëjmë edhe një herë rumbullaksimin e mësimeve pedagogjike që i marrim nga këto hadithe që i kemi përmend në radhë që nga fillimi i kapitullit në këto mësime të sabahut. Mësimi i parë metodologjik dhe pedagogjik që e marrim është se muslimani duhet të edukon vetveten për vete, po edhe të tjerët nëse është në rangun e mësimdhënësve, në rangun e hoxhallarëve apo davexhive, që të bën tërbije në maturinë e ibadete. Kjo pikë të na ndoshta edhe nuk është aq aktuale. Pse? Sepse shumica prej nesh kanë mangësinë e ibadete. Mirë po, kur analizojmë disa momente të caktuara në jetën fetare të muslimanëve tonë, dhe shohim se shpeshherë janë përhap në mesin e muslimanëve disa bidate dhe shtesa në fe, duke mendue ai që e bën atë se me këtë vepër është duke bërë vepër të mirë, dhe ngarkon vetveten për te asaj që ka ngarkuar Allahu dhul xhelal. Qoftë ajo të çështja e dhikrit, qoftë ajo të çështja e ibadeteve trupore, qoftë ajo të adhurimet e tjera, e shohim se njerëzit e ngarkojnë vetveten me adhurimet me të cilat nuk e ka ngarkuar Allahu dhul xhelal, me adhurime që nuk kanë bazë në Kur'an dhe Sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo çështje është shumë me rëndësi me pas të qartë, edhe me mësu mirë, se muslimani në ibadetet e veta duhet të ndjekë rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur të analizojmë dhe sikurse e pam dhe haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e shohim kuptimin e madh të asaj që thot Allahu dhul xhelal për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: harisun aleikum azizun alayhi ma anittum harisun aleikum. Ati i dhem ajo që ju vuani dhe është i kujdesshëm për ju. Dhe për këtë shkak nëse ka pa ndonjë rast të teprimit në ibadetet të sahabët, nga friga e devimit të tij, por nga friga më e madhe e të qenurit shembull i gabuar për gjenata të pas, ka intervenu më një herë dhe nuk ka leju me tepru ata. Pa mendoni,
rastin vinë 3 njerëz sahabe të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe e pyesin Aishën, çfarë ibadeti bën te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Farke namaz, natë, flejke, agjërojke, hajke, ishte angazhimin e familjes, grave të tia. E ata thënë, kjo është pak, po ati Allah ja ka falë, e neve që s'na ka falë Allahu, duhet me bo ma shumë ibadet. Andë njëni thot gjithë natën kena mu falë, ti thot gjithë ditë kena me agjëru vazhdimisht, ti thot largohemi pikra. Para mëndo, ta kishtë aprovu këtë rast pejgamberi, ta kishtë e heshtë. Edhe të ishte bo pjesë e ibadeteve të muslimanve, gjithë natën më falë, gjithë ditën më agjëru për të panal, edhe mësë më martu me gra. Para më do çfarë deformimi kishte ndodhur shekujt më vonë, deri më sot. Do të kishte menduar dikush se fe është mos me flesh gjithë natën, dhe normalisht shumica e njerëzve s'ishin qenë fetar. S'është e pamundur gjithë natën mos me flesh. Para më do me u pasbo fe për çdo ditë më agjëru. Shumica e njerëzve s'kishin më agjëru. Para më do mu pasbo do më thonë fe mos martesa. Kallugjeria, murgjeria, që se e kanë bo të tjerën. Shumica e njerëzve e kishin lënë fen. Andaj urtësia e madhe Allahu Dhul Xhelal që ja ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rrugën e mesme. Për mos më ngarku vetveten sa s'mundet me bajt, e pastaj çka ndodh kur ti e ngarkon vetveten më shumë se mundet me bajt, e lën krejt. Bllokon motori. Nuk mundet me çu ti keni kamionet, edhe e ngarkon, kamioneti është 2 tonelata, e ti e ngarkon 5 tonelata. Çka ndodh? Motori ka kubikazhin e caktuar, kualt fuqit e caktuar. Kur ta ngarkosh ti 5 tonelata, ndoshta një herë të çon. Ndoshta edhe 2 çona më përtetën të nudh. Bllokohet motori e krejt. Andaj kjo është urtësia e madhe e shariatit që la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Se ngarkon Allahu dhe asnjëri për te mundësive të veta që i ka. Dhe nga ana tjetër pastaj kuptojmë se të gjitha obligimet fetare edhe veprat e mira janë në kufit e asaj që ka mundësi mi bën njeriu. Andaj kur vetë kush do të valla s'mund mu fali, themi s'është e saktë, s'mundesh. Thuj s'du. Thuj kam problem me epshin, po ama s'muj, s'është e saktë, se mundesh. Ma orë kush me thonë s'muj ma agjeru, i themi s'është e saktë. Thuj s'du, kam pengesa me epshin tem, rrethi atë, ama s'muj, mundet. Masi 1 miliard njerëzi e kusur agjerën, në më thonë mundesh edhe ti. Masi 1 miliard njerëzi falen, në më thonë mundesh edhe ti. Së më thotë kush s'muj me thonë zeqat. Mundesh, nëse ki pasuri mundesh. Se japin shumica e njerëzve zeqat. Andaj të gjitha rregullat fetare janë brenda suazave të asaj që është e mundshme në mesin e muslimanëve. Dhe kjo është një mesele shumë me rëndësi, të edukojmë vetveten dhe të tjerët të jemi të matur mesatar në ibadete. Kjo është rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është rruga e sahabëve, është rruga e selefit. Kjo është ajo që quhet metoda selefiste e kuptimit të fesë, i matur dhe mesatar në ibadete. Edhe kjo të ruan pastaj, se devijimet fillojnë nga pak. Sikurse puna e dameve, keni pa për shembull tek gypat e ujit. Te uji konkretisht, kur fillon me rrjedh, ajo është gypi është i shpum aq pak që ti ndoshta nuk e shef me sy. Ama kur ta lën ai nga pak të rrjedh, një kohë gjatë, çka ndodh fund plas ceve krejt. Edhe puna e bidateve, devijimeve në fe, ato fillojnë nga pak. Qatë shpak sa që nuk hetohen, ama me kalimin e kohës shpërthen. Andaj, hala në mesin e ummetit islam, ka njerëz musliman, do shtë edhe me titull shkencor akademik, që shkon të vori, edhe lutet të menu se të qaj vor duaja bot kabul. Të menu se aj i vdekuri i devotshëm i mirë e vlia, ka mundësi me indimu këti që duaja e ti të bot kabul. E mos flasim për rastet kur i drejtohet me lutjet vdekurit të menu se aj është dënmjetësues me sti dhe Zotit, e ky titulli shkencor që e ka, e mend krije që i ka,
Kur'anin para vetes që e ka, e sunetin para vetes që e ka, se ka kuptu Allah se vetë për të me Allahun duhet më lidh, shkon të vori lidhet. E tash dikush ka më thonë, ohoq, për s'janë këtë njerëzit. Unë e përdu me të regu se kjo është forma ma ekstreme e devijume që është e pranishme në mesin e umetit islam. Për me të regu se deri të kjo formë nuk do të kishte ardhë, po të kishme qenë rigorës në fillim kundër bidateve. Kundër atësaj plasaritjes të vogël në atë gypin e ujit, kur filloj veç lagështi shkaktonte, nuk rrëthke, nuk pikojke, ama lagështi veç u lagke gypi rrëth e përqark vetës. Me pas reagu atëherë, s'kish me leju me plas gypi e me ardhë me pa në kësi fenomene destruktive, negative të këshia në mesin umetit islam. Dhe për këtë shkak muslimani, kur e mëson këtë regull dhe e bon tërbijeve të vetë këtë regull, nuk ka mësime deviju në këtë formë. Kur e bon tërbije vetën, të të i matur në ibadete. Dhe atër nuk ka mundësi shejtani më ardhë e me e deviju këtë me të prim apo me maksim, si kurse e kemi përmenë edhe gjatë derseve fjalën e Imam Ibn Qayyimit rahimahullahu taala, kur e shef shejtani njeri se është nis në rrugën e ibadetit, se me se cilin e ka strategjin e vetë, me gjahilin, gjinaqarin e ka strategjin e vetë. Ama kur të shofe ti se je nis në rrugën e ibadetit, së të nani për ibadetit, ke ardhë në gjami, po bën ibadet, aje dhe me ty ka punë, nuk do të me të lanë ty me kalu që ashtone. Atëherë qka? Ose të nëzit, të te projsht në ibadete, apo të shtojsht në ibadete gjera që se janë për i fes, ose të shten që ti bësh mangët, shkele shko. Për shemull, mangët si është, vjen një i rinë gjami, edhe a i vjen për të falë. Mire po, nuk kujdesit për regullat e namazit. Edhe vjen për të falë, për shemull, shkon në ruku para imamit, ose qohët për rukus para imamit. Ja mangëson se vabin bile ndoshta edhe ja prishket ibadetit. Ose nuk kujdeset për regullat e veshmbathjes. Edhe vjen verës gjami, edhe nuk e mblon trupin e ti si duhet, e i qelet midisi, e i dalin shesh vithet, e i prishet namazi. Se i shplot avreti, si ti shplot avreti, do thot i prishet namazi. Edhe mundohet në këtë formë të lanë ti pa ibadet. Ose a i tjetëri, me të prim, duke mendu se në namaz duhet me i bo, do më thot të spit me gjemat, si mos i bësh nuk zihet namazi. Kur dash për gjami me thonë Allah i kabul, si mos i thësh, si kur se e kilon në kësan namazin. Andaj, i shton do gjëra që kur vere momenti me deshti mi ndryshue, do të qohë gjemati me thonë që na 500 vjetë që kështu falemi, e si sot ti për në thonë që kështu s'po bëjka. Atër ne i thejme edhe këti edhe ati edhe se cilit, asit tham une, asit thështi nuk është feja. Po feja është se që thëtë Allahu dhu gjelal dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse na bëjmë dua apo dhikr mas namazit, atëherë kjo është ibadet. Na kemi një pyetje që të më parashtru. Si e ka bëu këtë ibadet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Nëse e ka bëu çështë si e bëjmë na, vazhdojmë. Nëse nuk e ka bëu, atë të kthehemi originalit. Të kthehemi, domethënë burimit. Pse? Se kopjimi shkakton devijim edhe deformim. Ti e merr një fotografi, edhe si i aft me e fotografu si ka qenë, me pikturu si ka qenë. Por e vënon në gjam, edhe vënon një letër të bashkë për mi edhe mundosh me kopju. Edhe i tjetëri mas teje sështë i aft me bo pikturën vetë original, e vënon në gjam edhe e kopjon. Edhe i treti edhe i katërti a i gjatë kopjimit, kur ta shofsh i mungon një gjeth. Kur ta shofsh ja ke shtu një lule. Ka dal tepër sepse kopjimi së mbohet original. Andaj bëhet domethënë me mangësit e veta. Dhe për këtë shkak ne për mos me leju që me ushtu devijimin në mesin e muslimanëve dhe në ibadetet duhet me pas parasysh edukimin ton në maturi në fe. E dyta prej veçorive të edukatës islame është që këshillat me qenë në përputhje me realitetin.
mos më ardh me I fol xhamatit muhabete nga iluzioni, nga bota e iluzioneve, nga bota e ëndrave, nga bota që nuk përkon me realitetin. Edhe kjo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht është mundu që mësimet fetare mja bo të prekshme edhe të mundshme realisht muslimonit. Andaj nuk I ka ngarku me atë që s'mund me bo. Dhe I ka dhënë lehtësime kur ata kanë pengesa shtesë. Për shembull, namazi ka ruknet e veta, e ka kiamin, e ka rukun, e ka sejdën, pa to nuk ka namaz. Po je I smund, ata thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam falun kam, po s'munesh falu ult, po s'munesh falu rat. Andaj ki lehtësim. Agjërimi është obligim farz, po je udhëtar dhe ke vështirësi, nuk agjeron e kompenzon pastaj kur kthehesh nga udhëtimi. Agjërimi është farz, po je I smund, e prolongon agjërimin dhe agjeron ditët kur je I shëndosh. Andaj këto janë rregulla të fesë, Kur'anit dhe Sunetit, për me tregu se feja Islam është fe që përputhet me problemet reale që I ka dhe mësimet e tija kanë të bëjnë me realitetin tonë, nuk janë ëndra. Sikur se ndodh dhe për disa xhamate dhe tarikate, vjen hoxha shehi u fol muhabete, domethënë jashtë realitetit. Ëndra të veta nga I bota e shpirtnave, flet domethënë për punë të gajbit, fol për qiella, fol për planetet tjera, a nuk fol për hallin edhe situatën dhe gjendjen aktuale të muslimanëve. Edhe një hoxh nëse flet në desin e tij për tema historike dhe nuk I lidh me realitetin, apo për tema të jetës së gajbit dhe nuk I lidh me jetën fizike të pranishme, nëse flet për ëndra, as flet për zhgandra, I themi ti e ke gabu kohën dhe vendin. Nuk je për këtë xhamat dhe për këtë vend. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shembull që I kemi pa, në ditët e kaluara kemi kuptuar se është mundu që këshillat e tij të jenë në përputhje me nevojat e xhamatit të vet, me nevojat e sahabeve. Dhe nuk ka fol ai për jashtë rrethonave të veta, po pastaj urtësia e fjalëve të tij ka me që edhe na sot me I marr ato mësime dhe porosi dhe me jetu sipas tyre. Gjithashtu prej mësimeve të mëdha pedagogjike që I marrim, se nëse ndalemi dhe flasim për gjëra më gjatë, nuk na lën koha, është që do të flasim direkt me njeriu që e ka problemin ose gabimin. Mos shkojmë domethënë të flasim atyre që s'kan nevojë për atë fjalim. Ti për shembull I dhënohesh me dikan ose e shef se dikush e ka gabim, edhe shkoj I thu tretit. Ti shko fol me atë që e ka problemin dhe e ka gabimin. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u drejtohej drejt për drejti atyre që e kishin rastin dhe problemin, mi ia dhon këshillën dhe porosin që me e ndryshu ata vetveten. Andaj na kemi nevojë secili prej neve, domthonë të merr mësimet e veta vet ai për veten e tij dhe lidhje me veten e tij nga mexhlisi dhe muhabeti. Mos mendon vazhdimisht se hoxha ka për tjetrin apo për tretin, edhe ta amneston vetveten dhe ta largon domethënë përgjegjësinë apo nevojën e marrjes së mësimit nga ajo këshill dhe nga ajo porosi. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u tha sahabeve, gjejnë mesin, afrojeni domethënë punën dhe mundin, jepni myshde se atë punë që e bëni Allahu pagun, ndihmojeni vetin me angazhime në mëngjes edhe mbrëmje, edhe diçka herët në mëngjes, e kjo ju afron te Allahu subhanahu wa taala. Andaj shfrytëzimi I çdo gabimit të ndonjë prej sahabeve për ta shndruar atë në udhëzim për të dhe për tjerët sahabe dhe për umetin islam ka qenë traditë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu prej mësimeve dhe porosive të mëdha pedagogjike që I marrim nga këto hadithe është balansi, baraspesha mes detyrave dhe obligimeve. Që kjo është fatkeqësisht një problem që e ka umeti islam. Për shembull, ti si xhamat I një xhamie, din mu anku nëse imami mungon. Din mu anku nëse xhamia nuk e bën një shër.
din mu anku nëse xhamia nuk e jep një shërbim të caktuar që duhet me dhon. Mirë, po kur të vere puna, me analizu ti obligimin tanë ndaj xhamisë, a e kryen, atë nuk e bën muhabet. I kërkon të drejtat e tyja në xhami që i ki, me pas imamin e rregull, me pas muezinin, me pas mësim besim, me pas ligjërata, me pas aktivitete program, me pas shërbimet, për shembull zakatul fitr, shërbimet e kurbanit, shërbimet të ndryshme. Kur vere puna me pyet, po ti a e kryen obligimet tyja ndaj xhamisë, nuk e bën atë muhabet. Andaj veç i kërkon drejtat e tuja, ama nuk e mendon obligimet e tuja. Sidomos te brezi i ri i xhamatit. Më thonë, ti një muj Ramazan vjen falësh pas imamit. Edhe imami e ka për detyrë dhe obligim me ilon ketë obligimet e veta familjare ose momentet e ndryshme të jetës sociale për me ardhë me e kry obligimin e ti ka shite si xhamat me dal imam. Pse? Se ti nuk di shumë Kur'an. Pse ti nuk i din rregullat e namazit, ku priqet e ku ndreqet për me dal imam. Pse se ki zonin e mirë me dal imam. E kështu e me radhë. E aj ka Kur'an, do më do mëson Kur'an, e mëson rregullat, e pastaj do më mundet me gabu edhe mu korit, po xhamati e korrigjon, ka sikletin e imam lëkut përgjithsin e kështu me radhë. Kur vene pun një muj Ramazan aj të shërben ty, ti as obligimin tanë që është përcaktu si një form e kontributit, që është forma minimale si antarësi, as atë nuk e lanë. Andaj ti ki qef drejtat e tyja mi marë, ama nuk jep obligim. Edhe kjo është rregull, gjithë jetën, edhe në shtet, edhe në shoqat, edhe në shtëpi, edhe në jetë, edhe në xhami. Nëse nuk i kryen obligimet tuja ndaj institucionit, ndaj mekanizmit organizativ, ndesh është ajo xhami, ndesh është ajo shtëpi, ndesh është ajo dyqan, ndesh ajo shoqat, ndesh është çat shtet, çka do kohë. Nëse ti nuk i kryen obligimet tuja, atëre nuk mundesh me kërku të drejtat e tuja. E po edhe e kundërta. Nëse dikush nuk t'i jep të drejtat, ti cungon ato, ti pengon ato, atë nuk mundet me kërku prej teje me i kryti obligime ndaj tij. Dhe kjo është ajo që ndodh në dy rafshe. Në rafshin ton, xhamat, xhami, është që na kërkojmë për xhamis të drejtat e tona, ama nuk i kryjmë obligime ndaj xhamis. Dhe në rafshin politik shtetnor, shteti kërkon për te që jesh lojal, edhe ti krysh obligime tuja ndaj shtetit, a në anën tjetër ai ti nuk jep të drejtat e tuja elementare. Dhe këto lidhen me vetë, kjo është proces social. Nuk mundet me pas lojalitet ndaj shtetit nëse shteti nuk i kryen obligime ndaj teje, apo ti nuk i fiton të drejtat e tuja prej shtetit. Dhe për këtë shkak të gjitha shtetet zullumqare ka trazira sociale dhe ka probleme politike, se zullumi është baza e asaj. E balansi është e kundërt e zullumit, është balansi drejtësia. Drejtësia që ti me kry obligimet tuja ndaj institucionit, ndaj mekanizmit, edhe pastaj me kërku të drejtat e tuja dhe ai me t'i dhonë. Edhe për këtë shkak do më thonë në perëndim shtetet që e majnë këtë balans, këtë baraspesh në mënyrë të drejtë mes obligimeve dhe të drejtave, si individ apo si shoqëri, si individ apo si shtet, ato ecin përpara. Në atë moment që ata e bëjnë zullumin, fillojnë me pas probleme. Për shembull, lidhje me drejtat fetare, kur një shtet vjen dhe e ndalon shembull veshmbathjen e një femës muslimane në formën që do ajo, për shembull puna e ferexhit dhe nikabit. Ai shtet ta ndalon ti një të drejtë elementare që të shket njerëzit atje e kanë. Mu vesh si den ata. Mu vesh si den ata. Ky shtet, do më thonë start, ka fillu me të bëjë ty pa drejtësi, me ta cungu një të drejtë tone. E pastaj normalisht fillon ai njeri mos me ndi atë shtet si të vetë. Edhe fillon me largu lojalitetin edhe kryen obligime ndaj atij shtetit. Edhe çka ndodh? Krijohet një tërësi e njerëzve, ose një geto, një grup i njerëzve, një komunitet për njerëzve, që fillojnë me humbu lojalitetin ndaj shtetit, edhe fillon me ndodh përplasje dhe problem mes atij komuniteti dhe atij shtetit.
Kështu ka ndodhur me të gjitha shtetet që kanë pas pakica minoritetet të kombeve tjera. Kështu ndodh në Spanjë, mes spanjollëve dhe baskëve. Kështu ndodh, domethënë, ka ndodhur në Britani mes anglezëve dhe irlandezëve. Kështu ka ndodhur në Jugosllavi mes serbëve dhe shqiptarëve. Edhe kështu ka me ndodhur vazhdimisht. Pa marrë parasysh a janë ndarësit në bazë kombëtare, nacionale apo në bazë, domethënë, civilizuese, ideologjike apo fetare. Kur të ka padrejtësi, atëherë do të ketë vazhdimisht tendencë për të nda për asoj të rësie, për të getoizu edhe për të rezistu domethënë presionin e shtetit që e bën atij grupit. Që nuk ka ndodhur për shembull në prandorin islame. Në prandorin islame nuk ka ndodhur që krishterët të getoizohen edhe të rezistojnë pushtetin islam. Përkundrazi, ata kur kanë shku dhe kanë kërkuar ndihmë prej pushtetit krishter që ata me qenë ma mirë, kanë pasë zullumi të më i madh dhe kanë thonë që ma mirë me met me pushtetin islam sesa me pushtetin e krishter, se ata zullumin e kanë matë ma sesa musliman. Drejtësia është ajo që kur për shembull e kryen obligimin shtetin ndaj teje dhe t'jep garanca të mëdha si individ që jeton në shtet, t'jep garanca, ta siguron ty jetën, siguron domethënë në kuptimin e shpirtit, siguron jetën materiale, siguron lirinë e qarkullimit, më një shtet të madh, domethënë prej lindje në perëndim, edhe t'jep lirinë e besimit, lirinë domethënë e veprimit sipas rregullave tuaja. Atëherë ti nuk ke problem edhe nin ashtu si vetë. Bile i e krenar që i pjesa të shtetit, sikur se ka ndodhur me krishterët në prandorin islame, sheku i merat u kanë mbet kishat, u kanë mbet e drejta ibadetit të tyre dhe ata kur se kanë një veten të marginalizuar. Pa marrë parasysh sa përqindje kanë qenë. Edhe kjo është ajo që e tregojnë dëshmitë historike që kanë mbet botën islame. Për dallim asaj që kanë ndodhur, për shembull Spanjë, 900 vjet kanë qenë musliman, 900 vjet, 9 shekuj. Sa gjurmë kanë mbet Spanjë për 900 vjetëve? Xhamia e Kordobës muzej, jo funksionale, pastaj e shndrojnë në një pjesë e funksionalizojnë. Do të 900 vjet, 9 shekuj, nuk është një vjet e dy, 900 vjet. S'ka met as një gjurmë, ose 2-3 gjurmë kanë met këtë funksionale. Shiko këtu në Sham, 2000 vjet, 1400 vjet islam, krishterizmi ka qenë edhe përpara. Hala të njëjtët gjurmë si kanë qenë, kanë mbet, bile janë shtu. Nuk është eliminu asgjë. Po shkon Ballkan, 500 vjet prandoria osmane. Sa keqja janë prish. 50 vjet, 70 vjet komunizëm, ateizëm e sen, sa xhamia janë prish. Për me tregu se civilizimi islam është i drejtë. Jep mundësinë secilit me jetu sipas botë kuptime veta brenda kornizave që mbrojnë domethënë balansin mes drejtave dhe obligimeve tek njerëz. Dhe kjo është një element shumë i rëndësishëm që në rrafshin individual, ne me xhamin, ne me shtëpinë, ne me dyqanin, ne me punën, ne me shtetin, domethënë si në aspektin kolektiv, domethënë ne si kolektiv stashitërë si me shtetin ose me domethënë popujt e tjerë. Dhe për këtë shkak e them edhe një herë, ti si xhamat i një xhamie, nëse kërkon të drejta, për shembull kjo xhami për moment ka argjimin e rrymës, ka argjimin e ujit, ka pastrimin, ka imamin, ka muezinin, ka hatibin, ka mualimin, ka domethënë një tërësi të angazhimeve dhe obligimeve. Dhe ajo xhami për me qenë funksionale si don ti, duhet të me qenë pjesëmarrës në finansimin e harxhimeve të asaj xhamie. Ta nëse nuk finanson me asgjë, aknena për të bën zhurmë dhe kërkon të drejta dhe kërkon domethënë shërbime, i themi ti je zullumçar, je i padrejtë. Edhe fatkeqësisht një pjesë e madhe e xhamatit të ri, po potencoj, nuk janë në nivel të balansit mes të drejtave dhe obligimeve që kanë karshi xhamive. E kjo është mësim që e marrim për këto haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pesta dhe e fundit domethënë për mësimeve dhe porosive që i marrim është edukimi me nasihat. Muslimani duhet vazhdimisht me dhon nasihat shokut vet, vllaut vet, mikut vet. Mos me qenë tradhtar i amanetit. Për shembull, ti na që këtu në xhami, për shembull, që vim në sabah që 2 vjet me radhë, kemi krijuar një raport special për dallim për atyve që nuk vinë ndër sabahut. E tash na kemi obligime njëri ndaj tjetrit.
Se e mi lidh për shkak të detit të sabahut. E mi lidh për shkak një vepre së mirë. Andaj na e kemi obligim me këshillu njëri tjetrin në atë që shohim që është gabim. Unë si hoxh xhamatin dhe xhamati, domethënë hoxhën në formën se si ai ligjëron apo format e tjera, edhe kjo është obligimi jonë me dhon nasihatin njëri tjetrit. Nasihat është që me zgjedh fjalën më të mirë, me kullu këshillën më të mirë me dhon atij, domethënë më të mirën me dhon shokut vet, si fjalë, si udhëzim, si porosi, si mesazh, si korrigjim, si vërejtje, çka do qoftë ajo. Qëllimi është që na të gjithë me u bë më të mirë e më të mirë. Domethënë, kur të bësh një vjet në shoqëri apo 2 vjet, shohim kjo shoqëria jon, a ka sjell dobi te na apo s'ka sjell dobi? A kemi fitu diçka apo s'kemi fitu? A jemi bë më të mirë apo s'jemi bë? Apo thjesht vime shkojmë edhe vazhdojmë kur dalin pijamia apo të mat të vjetër. Edhe kjo është domethënë gjithashtu për porosive të mëdha pedagogjike që dizem nga ky kapitull, që muslimani duhet vazhdimisht të këshillon njëri tjetrin. Andaj Salman Farisiu radhiyallahu dhe Abu Darda kishin bërë shoqëri. E ta shoku ka obligim dhe shokut. Dhe kur e shef Salmani radhiyallahu anhu, Abu Darda se po e tepron në ibadete, atëre e luan rolin e këshilltarit, ka dal. Ulet më ngër buk, i thotë e burdet da hasa unë e ma gjërush mjotë, ki më ngrati me mu, pse po e tepron? Po e tepron. Andaj të më thonë, shoqëria, vëllazëria, parimin bazë për me dash me botë sinqert a shoqëri, edhe të dobishme është më këshillu me zveti. Në atë moment që na e shohim një tjetrin gabim dhe nuk intervenojmë dhe nuk reagojmë për heshti, atë na kena fillu me tradhtu atë shoqëri. Edhe shpejt nuk shkon gjatë kohë, ajo shoqëri prishet. Nuk zgjat. Pse se nuk kemi duke jetuar dhe duke vepruar mbas parimit të nasihatit që na mëson domethënë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. 6. Feja, atë që tham pak në fillim, është pasim ndjekje e sunetit dhe nuk është shpikje dhe bidat. Kjo është parim shumë i rëndësishëm, që kanë herë për shkak të angazhimeve dhe nevojave për të folur për tema të ndryshme, ndoshta na mbetet pazore kjo temë, por kjo është shtyllë e madhe kësaj feje. Të ndjekim sunetin e pejgamberit dhe mos të shpikim bidatën në fe. Të luftojmë bidatët dhe të ngjallim sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo të më qenë parim, edhe të më qenë synim, edhe të më qenë metodë, edhe të më qenë moto, edhe të më qenë parull, vazhdimisht me jetu të ngjallim sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të luftojmë bidatin. Me asë sa mundemi dhe asë sa dim, dhe asë sa na mësojnë rrethonat, duke duke etapizu formën e përhapjes së sunetit dhe luftës kundër bidatëve. Mirë po, jo me hesht, jo me haru. E kjo kërkon për neve me mësu fenë. Dhe këtu kemi shumë çështje. Se edhe ti që ke bërë nështë 10 vjetë që falësh, edhe që ke bërë 20 vjetë që falësh, por nëse ti nuk ke i rregullt në mësimet fetare, në derset, akademike dhe ato të përgjithshme, ti nuk e kupton natyrën e fesë, nuk i mëson rregullat e fesë si duhet, andaj nuk din se çka është sunet dhe çka është bidat. I pështjellën hoxhallarëve që nuk vazhdojnë me i konsultu librat, e jo ti si xhamat. Pështjellën, andaj ki nevojë vazhdimisht ti jesh në kontakt me diturin. Ti jesh kontakt me hoxhallarë që janë kontakt me diturin dhe ulemat. Edhe tu mësosh domethënë dispozitat fetare atyre vazhdimisht, ti mësosh dispozitat për veti dhe ti jesh domethënë i freskët me ato informata që mos lejosh të ketë keq kuptime apo gabime në mësimin e fesë. Gjithashtu se jeta shoqërore kërkon domethënë komunikim me njerëz dhe në komunikimin e njerëzve mes vetit domethënë afrohen njerëzit, shtohet dashuria, respekti, solidariteti, humanizmi, dhe kështu që bëhet kompakt një shoqëri dhe eliminohen shkaqet e përçarjes dhe domethënë largimit të muslimanit njëri prej tjetrit. Pra këto janë mësimet kryesore pedagogjike që duhet më marr për këtë kapitullit para se me kalu në kapitullin e arshëm, nesër në arshëm, domethënë kapitull që flet ti ruajmë veprat tona të mira. E para ishte të jemi të matur mesatar tash kur ta bësh një vepër ta ruash, se ka mundësi që ti me bën një vepër edhe me prish. Sikur se e lopa, shembull e mirë që jep 20 litra qumsht, ama pastaj
një shkel kovës, edhe ketë ai tomël që është mjel, domethënë shkon kot. Edhe njeriu ka mundësi, edhe besimtari ka mundësi me bëj vepra të mëdha të shumta, por mi i prish ato me sjelljen e tij të keqe apo me gabimet e veta që e bën. Lutim Allahu na e bëjë të veshme dhe vepra të mira, në sinqeritet në fjalë dhe vepra, ashtu sikurse kalojmë çastet e këndshme me hadithin e pejgamberit alayhis salam në dunjë. Allahu na mëson që të kalojmë çastet e bukura me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në ahiret. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. يخشاه يوم القصاص ومن عليه بلطف ومقعد غير قاصي يا واهب الفضل جازلا لطائع ولعاصي يا واهب الفضل جازلا لطائع ولعاصي يا آخذا بالنواصي أدرك غريق المعاصي